Gjatë ditës mundet të përdoret gjeli i aloe verës, ashtu siç unë e përmenda, dhe njëkohësisht ndonjë vaj zbutës. Cilat mund të jenë vajrat zbutëse më të mira, më të mrekullueshme për të rigjeneruar, si thua, atë lëkurë të irrituar të dorës ose të këmbës. Atëherë, mund të veprojmë në këtë mënyrë nëse duam që këtë vaj ne ta përgatisim në kushtet e shtëpisë. Për shembull, marrim, le të themi, lule kalendule dhe i hedhim në një vazo. Afërsisht kjo do të hidhet, për shembull, në kushtet e shtëpisë, do të hidhet lulet e kalendulës që të kapin, le të themi, 30 deri në 40% të vazos, ku lulet mirë është që të jenë të këputura dhe të lëna afërsisht 2 deri në 3 orë që të psojnë një vyshkje, si thuash, ose të humbasin pak lagështirë nga ajo që ka kur ne e këputim nga bima. Pra, mbasi kemi vendosur këto bimë, që ne përmendëm, po të sistemohen mirë, pra pa këto hapësirat, të arrim deri në 40% të volumit të kavanozit. Mandej, do të vazhdojmë që të hedhim vajin e ullirit, do të hedhim vaj ulliri sa të kalojmë, nuk diskutohet që do të mbulohen lulet, por të kalojë në 2/3 e volumit të kavanozit, pra të na vi afërsisht deri këtu. Mbyllet kavanozi, përzihet dhe në këtë mënyrë ne do të përgatisim vajin e kalendulës, i cili përdoret si një ushqyes për lëkurën dhe rigjenerues i epidermës së dëmtuar të saj. Kjo duhet të lihet 10 deri në 15 ditë kështu, vetëm duke bërë këtë proces. Pra, e përzijmë afërsisht 2-3 herë në ditë. Pra, po të vëmë re, brenda 10-15 minutave, vaji i ullirit që ne hodhëm këtu, do të filloj pak e nga pak që të na përthithi jo vetëm beta-karotenet që i japin atë si ngjyrë të verdhë karakteristike, por do të marrin në brendësi të tij vaj edhe shumë fitokimikate të tjera. Kullohet mbas 10-15 ditësh, hidhet në shishe të tilla që të jenë të errta dhe nuk është e nevojshme që ta ruajmë në frigorifer. Këtë vaj që neve mund ta kemi pak të kombinuar, ndoshta edhe me copa aloe vera në brendësi, ndoshta edhe me pak rigon për të qetësuar të krojturat, ne e kemi të mrekullueshëm për trajtimin e duarve të plasaritura ose të irrituara, po kështu edhe të këmbëve. Do të ishte shumë mirë që nëse kemi thonjë të dëmtuar, nëse kemi çari dhe plasarite të thonjve, tu në këtë kalendul të shtojmë ndoshta në kaq sasi afërsisht edhe 2 lugë gjelle me rigon. Në këtë mënyrë, ky bëhet edhe ushqyes, por bëhet edhe një antimikotik i lehtë. Ndërsa, kur kemi thonjë të dëmtuar, sidomos te këmbët, dhe ata janë bërë shumë të fortë, aq sa nuk mund të priten, atëherë, para se të vendosim vajin e kalendulës, ose vajin e lules basanit, ose edhe kremin antimikotik, duhet të hedhim tek thonjë që janë forcuar shumë dhe kanë humbur elasticitetin e tyre. Dhe është e pamundur që të priten me atë prepsen e thonjve, ndoshta edhe as me gëshër, është shumë mirë që në fillim, pasi kemi larë këmbët, pasi kemi sprucuar me antiseptikun, tek thonjët e forcuar, ndoshta edhe të tezgjatur, të vendosim 1 deri në 2 pika me vajin esencial të rigonit. Ky vaj esencial të rigonit që përfitohet nga distilimi me avuj ujë i luleve të rigonit, i gjetheve ose edhe i krejt bimës, herbës, është i fuqishëm dhe absolutisht i mrekullueshëm, i suksesshëm në trajtimin e mykut të thonjve dhe të këmbëve, por njëkohësisht dobëson më së shumti strukturën e thojit të fortë dhe të ashpërsuar. Kështu që, duke e trajtuar neve për një periudhë kohe, një javore, do të vëmë re që thojt do filloj të fitoj atë butësinë dhe elasticitetin e tij. Nëse thonjt janë të butë shumë, të gërmuara, të gryera dhe të dobësuar, të holluar trashësinë e tij, atëherë mund të bëjmë një kombinim midis vajit esencial të mentes dhe të kremit me rigon. Dhe do të vëmë re që myku
tek këmbët për shembull fillon që të luftohet, të dobësohet, të paksohet dhe thoi fillon të përfitoj ose të fitoj atë rigjenerimin e tij.